e ka për idën se ishë nga bërë shumë verore, sot mirëmëngjes. Mirëmëngjes i yje, mirëmëngjes të gjithë teleshikuesit të rrjetit të radio televizionit shqiptar. Tani tek mirëmëngjes Shqipëri gjithmonë është ngrohtë edhe është diell, Matilda, që kështu e justifikojmë çdo lloj temperature dhe moti jashtë. Sigurisht, unë këtë prisja që ti do të thoje, ta sili në vëmendje. Tani goca, a jeni për Wembley kështu se jemi të mërkurën kemi ndeshje, do ikim? Pa tjetër, mirëmëngjes Shqipëri, kush do ta bëj apo çe deshe? Po, e bëjmë ditë pushime se s'u bë qamet. Ne bëjmë kështu lidhje nga Wembley. E bëjmë atje, po dakord jam. Spostohemi në Londër edhe jemi në rregull. Megjithatë kanë filluar përgatitjet, kam përshtypjen që është mbledhur kombëtare apo jo. Pikërisht me këtë lajm do ta nisim edhe informacionet nga sporti. Kombëtare shqiptare e futbollit ka nisur zyrtarisht pas ditën e së hënës përgatitjet për botrorin 2026. Të gjithë futbollistët e thirrur nga trajneri Silvinho kanë qenë në shtëpinë e futbollit të gatshëm për të nisur stërvitjen. Në fushë ka qenë edhe kombëtarja e 21 vjeçarëve të trajnerit Alban Bushi dhe të dyja skuadrat kanë zhvilluar një ndeshje kontrolli. Armando Broja, futbollisti që ka fituar zemrat e të gjithë tifozëve shqiptar, po kalon një periudhë sfiduese me riaftësimin e tij për shkak të dëmtimit. Pavarësisht vështirësive, ai u kthye të luante dhe po ashtu mori dhe ftesën nga kombëtarja për 2 ndeshjet eliminatore të botrorit ndaj Anglisë dhe Andorrës, duke krijuar emocion për shumë tifoz. Megjithatë, menaxheri futbollistëve Mario Cenoli ka shprehur mendimin se kjo ishte një zgjedhje e paqartë. Në një intervistë dhënë së fundmi, Cenoli u shpreh se nuk mund ta kuptonte se si Broja, i cili luan vetëm 10 minuta te Everton, mund të ftohet në kombëtare. Fenerbahçe, një nga klubet më të mëdha të Turqisë, është duke ndjekur me kujdes Fisnik Aslanin, sulmuesin 22 vjeçar nga Kosova që aktualisht luan për Elversberg, i huazuar nga Hoffenheim, por nuk është në këtë mes vetëm klubi turk, por edhe disa të tjerë me emër. Aslani ka bërë një sezon të shkëlqyer në Gjermani duke shënuar 12 gola dhe duke dhënë 5 asistime në 24 ndeshje, duke tërhequr kështu vëmendjen e disa klubeve të mëdha europiane si Anderlecht, Sporting dhe Lille. Nuk do të ketë asnjë angazhim me Francën për Marcus Thuram, sulmuesi i Inter, i cili ka disa javë që po lufton me një problem me kyçin e këmbës së majt, u largua nga kampi stërvitor i kombëtares franceze për t'u rikthyer në Milano, siç u zyrtarizua nga Federata Franceze e Futbollit. Për shkak të dhimbjeve të vazhdueshme në kyçin e këmbës së majt, Thuram nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në ndeshjet e planifikuara për të njëjtën datë 20 mars në Split kundër Kroacisë. Deschamps ka vendosur ta vërë atë në dispozicion të ekipit të tij. Skuadra e Pep Guardiolës po kalon një sezon me shumë ulje ngritje, i cili kulmoi me eliminimin nga Champions League. Klubi anglez mund të futet sërish në merkato në përpjekje për të forcuar organikën për sezonin e ardhshëm dhe një nga emrat që qarkullon është Eduardo Camavinga. Skuadra angleze pëlqen jo pak mesfushorin francez me Real Madridin që ka vendosur tashmë çmimin. Qytetarët do duhet të paguajnë të paktën 70 milion euro për të arritur tek lojtari. Leo Messi është në dyshim serioz për ndeshjet kualifikuese të botrorit 2026 që Argentina e tij do të luajë kundër Uruguay dhe Brazilit, siç raportojnë disa media argentinase, pleshti mund të detyrohet të mungojë në këtë sfida për shkak të një problemi në këmbën e majt të pësuar në ndeshjen e së dielës. Kombëtarja argentinase do të sfidojë Uruguay në 22 mars dhe Brazilin në 26 mars në 2 ndeshjet e radhës të kualifikueseve të botrorit 2026. Këto ishin disa nga lajmet më të fundit sportive, ne do të ritakohemi pas pak. Faleminderit Ida për gjitha detajet që ke ndarë me ne. Faleminderit Ida.